po mas shumti që e kujtoj është profesori gjuhës Shqipe, se atëherë do është për me punua me plan program të ish Jugosllavisë, edhe nuk do është për me mësua për Skenderbeun, për herojt ton, për historinë shqiptare. Do është për mësua për pote edhe tjedin, edhe profesori na thëjke, nëse ju dvesin diçka, kujdestartë në koridora, diçka çka keni mësua, çka ju mësoi profesori gjuhës Shqipe, thujni kena mësua për Knjaz Nikollën e për çka dija, na për kundrazi kena mësua krejt diçka tjetër. Gjithmonë kanë qenë profesorat më të angazhuar me na sa më pak popull, aq më madhe ka qenë nevoja që mos me u asimilu. Është shumë interesant se në Malzi janë vetëm 3% të popullsisë përgjithshme shqiptar, edhe unë mendoj që shumë pak janë asimilu. Po flas për shqiptar të plavës së Gusisë, po thuj se krejt plava e Gusia janë me prijardhje shqiptare, po janë asimiluar janë bo disa bosnjak,